Trajneri i Juventusit Luciano Spalletti foli për Edon Zhagrovën para ndeshjes së Kupës së Italisë kundër Udinezës, duke theksuar potencialin e tij edhe pse sulmuesi shqiptar po vjen nga një dëmtim i gjatë. Ai theksoi se sulmuesi shqiptar ka pasur vështirësi për të marrë minuta gjatë këtij sezoni shkak i dëmtimit, por mund të jetë gati për të treguar potencialin e tij në këtë garë. Ai nuk ka luajtur për një kohë të gjatë. Zhagrova po vjen nga një dëmtim i gjatë, ai është një lojtar, një fitil i gjallë, kur të fillojë mund të shpërthejë në çdo moment. Ai ka një talent të tillë sa nuk e di kurrë se çfarë do të nxjerrë, deklaroi Spalletti. Ai shtoi se krahasimet me futbollin e mëparshëm dhe rolin e numrit 10 janë të natyrshme, por lojtari duhet të matet me forcën e ekipeve dhe nivelin e lojtarëve aktual. Do ta shikoja më shumë gjatë ndeshjes pasi ende nuk është në formën më të mirë, përfundoi trajneri italian. Zhagrova ka gjasa të startojë në ndeshjen ndaj Udinezës, që do të ishte ndeshja e parë e tij nga minuta e parë si futbollist i Juventusit.